Men. Ta edhe këtë të kam. Kam kopa edhe në këtë kapilkën e Fidelit. Po si su vazhji duke. Kristi. Ore, ju pëlqen juve kjo rinumërimi në qarkun e Tiranës sot? Ka vendosur që të rinumërohen edhe qarku i Fierit. 2 qarke më të mëdhaja, do me thënë. 16 deputet ka Fieri dhe 37 ka Tirana. Si bje? 53. Mua jo, pa ata po them. Po I ka marrë. Ata duat të them lumturi. Shiko tani. Kutit kanë që më datën 11, 12, që unë numëra në ditë më vonë, ja dhe 13, ku janë kutit? Kush I ruan kutit? Kush I ruan kutit? Dori numërohen. Kutit del sot jemi 9 qershor. Kanë afër 1 muaj kutit, ku janë? Kutit kush I mbron? Kutit kush I ruan? Çfarë është kjo tash? Për Zotin e madh. Tani, në dorëtajnë tutit, po, prandaj po them, tani, ngulmoni të bëni zgjedhje të reja siç doni të bëni, siç është një logjikë, të ripërsëriten, në qoftë se nxini fakte të forta, të ripërsëriten. Aman, me andre, të bëhet kjo, e di pse, është fare thjesht. Ku janë votat kutit e votimit? Votat. Ka 1 muaj, kush I ruan? Uqit, po uqit ka 1 muaj me ato tani. Tani si, kini besim juve, po flas kraun tim, si kam besim këta të Partisë Demokratike që kutit nuk janë prekur fare me dorë që më datën 11-12 maj. Kanë afër 1 muaj. O Zot, në gjithë botën përfundimin deri në 24 orëve, pasi mbyllen votimet, ndërsa në Albanistan dalin pas disa muajsh. Ne jemi vendi më I korruptuar në glob. E di o bardhi e di, po tani, këta të pëdes, ku e kanë besimin, që kutit që janë në KQZ, në KQZ janë kutit, ku janë? Në KQZ duhet jenë, po. Kanë 1 muaj. Kush I ruan ato kutit? Do rinumërohen, po mi dakord do rinumërohen, po kush I ruan? Kush I ka rrotur te tani? Si ke besim ti, që ajo kuti që ka 1 muaj nuk është prekur me dorë. Kur ti thua që ma preku më 11 maj, më vodi më 11 maj, që ke komisioner, e ke kamera e tëra, po ta shi që kutit kanë 1 muaj, ku di unë të mbyllura në ku duan ata? Janë në lundur, më thotë dëfrimi. Okej, janë në lundur, në lundur, këta rojet ka një të pëdes, apo vetëm rojet socialiste janë në vlla, dëfrim. Rojet, se tha njëra, vinë njërë këta, tha, vinë nga njërë këta komisionerit të pëdes. Si vinë nga njërë? Ore, natën, kush I ruan ato? Natën, kur ata ben uqër, kush I ruan kutit? Si do pranoni ju tani të rinumërohen kutit,
kur kutit kanë 1 muaj që janë në mëshit të fatit, e një këshu. Edhe ushit ju vërtit e këshu. Fillimisht dorëzohet nga frytarët e këqëzës. E sigur që i ruan patronazhistët. O dëfrim, ore, unë jam popull, edhe unë mendoj kaq gjë. Sot u dha urdhër që të rinumërohen edhe qarku i Fierit. Qarku i Fierit ka 16 deputet, dhe qarku i Tiranës 37 deputet. 37 dhe 16 bëjnë 53. Tani, më pas mere me pëzë verbal dhe ruën me kamera. Ore dëfrim. Ore, po uqërit, qarë kamera bre më thua, qarë pëzë verbal, ku pirtin këta. Ore, këta, apo thot përdejna që janë vidrë më 11 majtë, që do të thot atë ditë që ishin me komisionere, me kamera e me male me njërës. Kutia ka 1 muaj që fle në Lundër, thua ti. Ku e kam unë garancinë që në Lundër, në gjatë natës, nuk kanë vajtur uqërit dhe kutia si qeshte e marrin dhe e shvënsojnë me kuti tjetër. Ma thuaj mua të janë lere, po që zërbale të meri me për zërbale, fshin bytën ata, vla. Ja ta vedhen që kapelen e Fidelit unë. Ta shi po bin dakord të tërë, kur u thesha unë, tani po bin dakord të tërë, edhe për qeveri teknike, edhe për grevurie, ju tha që më 2023-shin, se jam ja para, ore mos hyni me këte, se më dëgjuan, tani e vërtetuan. Mirë po mua tani, kur shikoj aty, që thot, sot u vendos që të rinumërojnë edhe kutit e qarku Fier. Qarku Fier, 16 deputet, qarku i Tiranës, edhe nja 2 e ka Dibra. Po vetëm këto zeri tani, kush mi ruan kutit mua këtë muaj? 1 muaj kutit në dorë të uqërve. Qarë janë këto rinumërime, këto karaqosleqe më duken mua, për Zotin e madh. Mendimi im qofsha e ka buar. Po zhberi Sureri, zhberi Lundër, njësoj ishë vla. Janë në Lundër, gjatë natës kush i ruan? Kutit që në të mbusho? Po mirë, po qartë të numërojnë tani? Po tani qartë të numërojnë o ti? Doni? Qartë të numërojnë tani që të ashtë do rinumërojnë këto? Qartë do rinumërosh një kuti që ka 1 muaj i mbyllur, o? Da të anen, zot. Ka afërsisht 1 muaj i mbyllur kutia. Edhe në shtëpi i ruanin. Aq vota janë brenda kutisë. Tek tuk ndonjë qorë që ka lexuar mirë se ka lexuar mirë votën, ose me qëllim ka favorizuar në një. Edhe në shtëpi i ruan. Ore, o dëfrim. O dëfrim. Po si më është njësoj edhe në shtëpi? Ore vlla, kutinë tani aty. Është në Lundër kutia, ta zemte. Vjen një fugon më 2 të natës me 10 kuti. Të njëjta me ato aty, i eqin ato 10, tani topat e Sinanit dhe të numërojnë ata prapë. O skeldi, tani topat e Sinanit le të numërojnë ata, po prapë ashtu janë vëke. Po prandaj po them tani çfarë do fitoj, që unë se kuptoj tani. Do rinumërojnë votat e qarku Tiranës të qarku të Fierit. Besimi ku është? 0. Kush kutia ka 1 muaj? Po i qa koca për të largojnë, tani si do justifikojnë, e vla. Po jo, se këshu jemi gjuna, vla. O, Liri, e kanë kry këtë punë në ta, tash, vla. Talje. Po talje për janë gjuna njëzit, vla. E kuptono, se është një logike e thjeshtë, bre, vla, tani. Ore, ty t'i vodhi më 11 maj, ti thua që mi ka vidhur. Do me thënë, ti ka vidhur më 11 maj.
Po pas një muaj, mo. Kanë një muaj kutit aty. Kush I ka rojtur? Ka në GPS brenda kutit, thot njeri nga Selia e Pëndes. Hore, qarë është kjo? Po për Zotin e madh. Nuk se di. Nuk janë tashi. E më thuaj vrenos. Je gabim. Unë shko në një logjik për qytetari, mo. S'jam una, po për qytetari. Tashi, kur unë them që ti mi modhe votat më 11 maj. Tani, qarë do rinumëroj unë pas një muaj? Qarë më ku ka vota aty, qarë të numërosh? Ka vota aty, qarë të numërosh? Ore do të ani më thellë. Ore do të ja ueqin e da të 13-ën, do të ja nëzirin 12-ën. Vetëm lisën me mbyllur. Unë se marrë veç tani. Mos bini dakord që shto me të... Tani të rinumërojnë votat në Tiranë dhe në... Ore, ty t'i vodhi aju më 11 maj. Tani pas një muaj, thua ti, a numërojnë që ka të kutin. Ajo kutia ka një muaj, më qëri aty. I kanë matër bubat. Ti thuat, a ta rinumërojnë kutin. Po që është kjo? Qo që i ka buar, unë thëmë si qytetar. Si qytetar, dhe kur ne themi që Edi Rama ne ka vidhur me 11 maj, atere si tani thua ti do rinumërojnë kutitë në qarkun e Tiranës edhe në qarkun e Fierit, një muaj pas kutit aty grera, shpresa nuk dhe skurë e në të vërtetit, demokratët e ende mbetën viktimat e së vërtetës. Aroj vlla, na I gjeshën dhe këtë erë. Mos dalin më shumë pastaj për pësene, po edhe, po letra e bythës të ojore, u rrit prapë, mirë. Ore për Zotin e madh tani e nuk e di, man. Unë nuk jam për këto rinumërimet, se desa thonë uqrit, desa thonë këta, cili bashkë këta, të rinumërojnë, e I din ata. I kam marrë rukën, bravo, vlla. Për që është kjo tani? Ore kur ti thua ma vodhi votën më 11 maj, tani pas një muaj që vota ka nendur tërpordë, ka ikur ka pirë, ka bërë prasha dhe nga dursi vota, di unë, në kanë vatër edhe ka bërë qef vota, edhe tani janë në, ku më thanë në dur, ku janë? Në Lundër. Votat janë në Lundër. Pës më duket, qofsha e ka buar. Po mos se do të ani prapë, si që eglet me votën e diasporës, e me këto. Që është kjo rinumurim pas një muaj. Po këto janë talje bythe për Zotin. Rinumuroni, ju e dini, po. Rinumuroni, po që të themun tash? Nuk e di. Ta marrësh kutinë, ti jetë kutia një muaj në dorë të uqërve, e ti duash tashin, ne ma ta numërojmë që ta një shtama. Kur të dalin më shumë akoma pasaj për pësenë. Do bëni si uqër. Ja. To si je dakord ti të rinumërojnë këto, se sot u vendos të rinumërojnë edhe qarku I Fierit. Edhe qarku I Tiranës që është vendosur, po kutit kanë një muaj o ti shoku fatos. Kanë një muaj që janë në Lundër, I ruajnë uqrit. Si do unë se kuptojnë, në kjo është fare për... Kur ti thua që mi kanë vidhur, më datë 11-ës, ç'vaj halli pas një muaj. Kjo çështje e rinumurimit është tamam, si ta hapësh xhenazen pas 40 ditëve. A tu bëfsha unë tu sa imi. Beso tu rë shëndet vlla. O bir. Ma aktivisti ka qenë. Besmi Spau ka qenë ma aktivisti. Zoti të bekoftë vlla. E diti se të them. Ta shumë për këta yra vlla. Për këta yra unë thash, dartë të thas njërë me miqtë e mi. Si është kjo punë? Të bene qartë të duan, s'më plas me, po e njeta, melodi dhe se të ftoj,
Fatos do që është një nga demokratët më të zjartë, edhe biznes power. Shikoj tash, e shikon njerëzit, nga dy nga demokratët më të flaktë më shkojnë këtu. Që janë mërzitur, e shikon. Të bëjnë çfarë të duan, thonë s'më plas me. Po janë lodhur njerëzit be tani. Po janë lodhur be valla tani. Tani kur ti thua mi vodhi kutit më 11 maj, si dori numërosh kutit pas një muaj, që një muaj kanë qenë në uqrit. Kjo punë është kot fare, talën e dy palët. I ka e lash o bir. Populli po popull o bir. I ka e lash tash. Kur shkruajnë demokratët që të këta që më shkruajnë janë super demokratë, edhe janë lodhur, edhe janë mërzitur. Imagjinoj tani të tjerët. Nuk e di unë. Unë ky mua betës çorap fare, po që kshu, me rinumurime, me këto, do kthejnë në Karagjoze. Po të gjoni mu, ju beni si të doni, ore. Po do kthejnë në Karagjoze fare. U ber kjo punë, do me thënë. Unë nuk e di. Po që se ngulmoni, kini fakte, për zgjedhjet të vjedhura, mos pranoni as rinumurime, as gjë, dhe mos hyni as në parlament në shtator kur të vini aty. Morë vesh, në qofse tashi me këto rinumurimet gjas me gjoja, do justifikojni jo. Liro kush e mori Bashkinë e Tiranës. Me tatë, më vlla, si të kam. Tashi, ajo do kaloj në shtator në zgjedhjet akoma. Rama vuri një çupë, po që e nxora një video unë. Rama vuri një çupë këmo, se si kam bimbi Rustemja. Bo çishte ajo. Po, piperkë, me atë të piranjave. Piperkë, ore, i vati e zuri në palestër, që në orar të punës. Edhe i tha cej në palestër, kjo e pas ka të shoqin në presidencë, për janë tërë të lidhur të berë, se shrasësi, Po mirë neo, mirë populli, i thjeshtë. Nese tashi po iki unë, duke thënë, edhe njerë, edhe e mbyllë. Lexoj sot, lajmi fundit, para ca orësh, do rinumërohet edhe qarku i Fierit. Qarku i Fierit ka 16 deputet, do rinumërohet edhe qarku i Tiranës, që ka 37, që ben 53. Ramës i është dorëzuar më 17 maj 2017, në Tavolini i është dorëzuar nga Lul Basha. I është dorëzuar në Vallëzim Basha, sekretari i opozitës, pushteti lokal, pushteti qendror, ekzekutivi, legislativi, gjyqësori, KLD-ja, BKE-ja, SPAK-u, rinumërimi si çekapi, për të korrigjuar proces verbalet. Këta e dino ti, nuk di që të themë, unë ti të themë këtë gjë, që ti, kur thua mi vodhi me 11 maj, rinumërimi i Tiranës dhe i Fierit, pas një muaj, data 9, thot, ka qenë një kuti të flenën në Lundër, kush i kërtë, ore do t'ja futin më thellë, në mirë, ju e dini, nuk e di unë. Unë ti të themë këtë gjë, këto rinumërimet, këto më duken si gjëra për të qeshur. Qofsha kapim, po nuk e di. Po ngulmoni për jo lodhur bre, po na duket veta kullufa jari, duke dhënë shpirtin, po e di o to si e di. Duke dhënë shpirtin për këta, dhe pasi mbarojnë zgjedhjet, as ju andin të marrin njerë në telefon. Ore faleminderit, po të shkojnë të pidhen, se nuk ju a dua fitore në 2025, pasi t'ju a le vetë ai me ndonjë pazar.
O biri i nenës. Kuj numërojnë vota, thot, a i ruani ju të pëdes. O bir, o bir. O bir, o bir. I ruan shteti një muaj, që të pëdes. Që më 11 maj o me datë del sot i ruan shteti ato. Policia e shtetit. I ruan Rama. Një muaj i ruan Rama e thata shi, a tiri numërojmë. Teçkën e seçkës. Ku e di unë? Dukem i bukur me këta. Dukem si i plak bre me këta. Esh me të ngecur. Mosaro që kanë erdhur nga e për të bëshguar. Dhe këta janë ashtë sigurt në numra sa që do të nxirri për dhe në vofë. Në qofë se duhet jemi seriozë, nuk duhet të pranojmë rinumërime. Arnime, quhet, qepje. Qofë se je serios në atë që thua, nxjerr fakte që kanë vjedhur, burum në shator mos hyr në grevurie, kërko qeveri teknike. Kaq, oj di, këta në specialista edhe socialista. E kthejmë plaku i urtë e i zorë. E di, po çfarë do bëjmë? Çfarë do bëhet tani kështu? Çfarë do bëhet shumë me këto rinumërimet? Mbrona o Zot, thuaj. Ika unë ika. Ika të bëj një kafe? Se më pije një kafe? Pra nuk, aq të mërzitur jemi, aq të lodhur jemi sa më s'ka, për Zotin e madh. Na mbytën komë, po nuk kini të aftë, bre, po nuk kini më të aftë të ndaloni një shalatan, bre, ku e di unë, bre. Një shalatan si një të aftë të ndaloni, bre. Na grivi, bre. Po na grivi na mbytja. Ta shi rinumërime, qari rinumërime. Këta bëjen në kontraditën. Këte thonë si njojmë zedhjit, këte duan rinumërim, ja morën dhe 5 deputet, se një mund do marë. Çfarë ndryshon? Legjitimon zedhjit. Po e bre vla, si du thuash? Se ti me këtë rinumërimin, do thuash dakord pastaj. E po edhe. E kujtova vla, e kujtova unë po. Unë e kam me këta timit më shumë, ore, lere me ata, ore. Ore, unë e kam me këta timit, vla. Edhe mon këqyku. Do me në tërë njëzit që njohune, tërë demokratët, për Zotin. Nuk e di, janë shumë, po e le me kaq, nuk di qatë të them. Nuk di qatë të them. Tani, nuk e di. Esh një rëmuj shumë e madhe. Të them tani, umbe, apo justifikon umbjen, apo justifikon vatje në parlament, ta nuk e di. Tani qatë të beni, jini bura. A jini bura, mo? A jini bura, qatë të beni tani? Ta shi këto rinumërimet me duken fare për Karagjozi. Qofsha gabim. Në jini bura, mos i njini zjedit si shtatë që nuk do t'i njojmë, mos i njini, mos juni as në parlament gjanëm. Edhe pasaj, vazhdoni alkat e tjera. Gjithë më zidin ma oqë Viktore Fidelit. Ka që për azit titës më plasë. To si të përqafoj vla. Ja ku e kam ja. Nese tashi. Nuk e di to si. Zoti e beth mirë, po për ne. Nuk e dis. Për mua, me mira do ishte. Për mua, po unë koca flasës më gjo njeri, po që e kam thënë, tosi. Për mua, për ne demokratët tamam. Për ne. Unë u qava që në 2023, që mos hyni më 2025, në i kam e video. Mos hyni, tani kujtuan ata. Po thanë tash ata, po, tani duhet qeveri teknike. Tani kuptuan, pse kuptova unë më përpara se juve, nese.
Por, në qoftë se doni bre që sektori numërimet këto e bën elektoratin blu, përshëndetje o njeri mirë, as unë jam dakord për rinumërimin e votave. Ja dhe shumë demokratë di unë, për është një logjikë mo, çfarë do rinumërosh ti mo? Ti thua mi voti më 11 maj mo. Tani ato kanë 1 muaj aty në Lundër, ku di unë kush ka hyrë aty, ka hyrë Ariu. Rinumërimi po e bën për kandidat le fare të mos e njohim ne, nuk e di unë tani. Unë di këtë gjë ore. Rinumërimi po e bën për kandidatët e PD-s, cilë kanë dyshime për vite e vote. Çështja është kush e solli Ramën në pushtet dhe kush po e mban. Prandaj duhet bërë një analizë e madhe o ti besnik. Jo leshi o preshi. Bëhet një analizë e madhe, stër madhe. Pse po vazhdohet në këtë lloj mënyre? Ku ne po vazhdojmë në këtë mënyrë dhe sjell vetëm humbje. Njeriu më i thjesht, njeriu më i paditur. Këtë bën. 12 tani se të fillojmë prapë, po ja ta filloj njëri prapë kështu. Se sikur ka lezet, sikur e mbledhi muhabetin. 2013 në humbëm, 2015 në humbëm, 2017 në humbëm, 2019 ja dha Luli Vejt. Luli e shkatru si numër 1 i opozitës. Këtë e kemi thënë. Në shkrivi opozitën, Luli e shkrivi. 2021 në humbëm, 2022 bëm ca të pjesme i humbëm, 2023 lokalet i humbëm, 2025 i humbëm. U bën teta. Tani vetëm humbje. Vetë që e thjesht më fare. Ore i dua të gjithë, ore i dua sa më s'ka të gjithë. I dua i ka miq më të gjithë unë. Fillo që të gjithë i ka miq unë. Fillo në të gjithë kryesin unë mirë shkoj, me të gjithë i kam. Që në flamurje, që në Edi Paloka që ka mike, to moralizotje të gjithë i dua e bej. Po aman, dua edhe fitoren e Partisë Demokratike. Aman dua edhe të drejtën. Dua dhe ku po çalon kjo gjë. Kjo thjesht është për opinion dhe me sa kuptoj unë, kjo ka qenë marrëveshje. Po themi këtë të mirët ne se jemi demokratë vërtet. Prandaj them, u betër kjo humbje. Tani unë e kam thënë, e thash që në 2023 është turp të thoni prap na i vodhi. Gjithsesi, po patët që jo ka vidhur ajde burëm t'i nxirni këto që t'ka unjo kjo, se tashi përveç saj, humbit janë të pruse, me shifra të çmendura. Unë mundën në Tiranë më 2023 me 70.000 në Tiranë, 20.000 ande, me kaq këte, edhe tani, me male, 83 me 5 ditë. Kemi që më 2013 në umë, tani op, thot, dal deli pari, kush është, Çobani, del Sali Berisha i pari, tak, edhe thot, stop, e pa s'ka me se u lodhën njerëzit. Stop. Analizë nga koka në këmbët. Me gjithë humbje, të gjithë ini, në rrugë të gjithë, të fillojnë të bëjnë votime për njeriu një kryesi të re të tërat. Këta fillojnë tani, janë një dy që më flasin mua, bo, janë një dy. Po ne kemi dhe në kontribut i lirë, ne kemi tërto vite dhe kemi dhe në kontribut. Edhe marrë një druet të ndikës me vrap. Kontribut në humbjo, po unë kam në kontributin tim si balerinë. Po i ka dash i lirë na tregoni, ne kemi përshune, ore e përgjishme është që ne jemi. Tani si do të bëhet kjo punë kështu? Apo do vini në plash të lahen ja. Edhe nga shtatori shikojemi. Që temë? Apo do vini në plash, o? Po ikni se gjënas, kini as leka. Ikni. Ikni në plash, o ikni. Ikni në plash e më dhi shtator ajdeni.
Ja 9 qershor sot. Kori, gushtator, kush I paguan këta 3 muaj? Qi temën e semës. Qi temën e semës. Është jo punë këtu. Këtu është qi temën. E po të të bëj numrat, jo numrat cirkore, po ky... Unë këtë të them, duhet një analizë themelore për humbjet e një pasnjeshme. Për humbjet e një pasnjeshme. Sepse në përbizetat me demokratë, me demokratë që I kam miq, kudo me qindra që I kam këtu në Facebook e kudo, janë të gjithë të mërzitur. Të gjithë të mërzitur, sidomos me kryesinë e PD-s. Ti ka y e të njerëzit të mërzitur janë. Ti ikin të zhduke në lodhën e janë këshu e janë ashu e të meri Zotit. Ta që se kush do bëj këtu analizë, se si do bëhet, që ose do vazhdojmë këshu, me këto rinumërime dhe me këto dhe të vazhdoni si qini pa ju gjem në këmbë, Edi Rama do na përdhunoj më 2027 dhe në 2029 do na varos. Ja u kam thënë 2023 nuk më dëgjuat, do të emo kjo barja. Ju thash, baruan zgjidhjet 2023, thash, unë e lexoj kështu votën, që qose vazhdojmë kështu. Ore vërteta kjo është tani, se në qoftë se populli do të mërzitur me Ramën në kuptimin e plot të fjalës, do t'i binte, do t'i aleronte da Ramadan, gëdank, le të vite sa të donte, do të 1 milion e ca. Mi po s'ka besim në kjo opozit populli. Se po të kish besim populli, ore, jo ne militantët që me votojmë që me 5 të mëngjezit, të denë. Populli, ore. Ore, populli ka populli të ma qarë mëzitur me Edi Ramën, ore. Po nuk shikojnë dritë nga e djatha, nuk shikojnë më vlla. Ta shi ja duhet bërë një gjë që të shikojnë ata një dritë. E o si ta them tash. Bir. Vazhdoni, nuk e di. I ka se më zëkoka. Di të them vetëm këtë gjë. Jam lodhura. Ta shikoj kujtoj tërë ato ditë aty, se po të flasësh tamam si që ndin, të sulen këta, kuptono, janë ca militantës të murë, që të them unë tani, kuptono, nuk kanë një ashubre, kuptono. Unë sinqerisht e them, edhe babaim t'jit, sinqerisht më dhe babaim t'jit, dhe ky jam unë, të si umbje, të t'i them babaj ti mare, për shpirtin e të që babaim, do t'i them, hap kraun, shiko beni, biti qka? Po jo këshu, këshu jo. Këshu janë më zditur, njëzit sa më s'ka, dhe po vazhduat këshu, situata e shumë e keqe. Ju vazhdoni, bëni si të doni. Urgjentisht jeni të vonuar, blidhni ku di unë këshillin kombëtar të PD-sa, nuk e di çfarë është aty ku vendi. Blidheni, shkarkojni të gjithin dhe votojni nga fillimi, të votojni të gjithë njerëzit. Cilët njerëz duan aty në kryesi? Cilët njerëz duan, cilët njerëz punojnë të venë? Cilët njerëz I do populli, kush janë më popullorët? Po vazhduam kështu, por radikali. Keqe më keqe. Vazhdoni. Mirë ne ja ndezim cigaren, pim kafen edhe bëjmë oj, kaq bëjmë ne tash. Oj, po u lodhëm, e po na dhem, po, se mos filloj tash, se po fillova, më mirë ta mbyll, se po fillova, më pasaj filloj, e mbylla, se po fillova, këngën, bir,